pak më herët u shprehje që nuk është se ke pas problem të bësh edhe punë të tjera jashtë aktrimit. Jo, edhe e kam bërë për shumë pak lek. Po. E kam bërë për shumë pak lek. Jam shumë modeste. Të pranoj që përveç njerëzve që vlerësojnë pamjen e jashtme dhe mendojnë që unë jam një multimiliardere, kam bërë punë të ndryshme me një pagesë minimale, por e kam bërë me dashuri edhe pasion shumë të madh, çfarë do që ka qenë ajo. Asistent ngrimire, asistente në setin e xhirimit, asistente e dytë e regjisorit, kam bërë edhe shoferen tek filmi i Fëmijëve të mi, po është fakt. Kam bërë, domethënë, edhe punë që s'më takojnë edhe... Vazhdon t'i bësh akoma këto punë tani? Nuk më thrasin me dhurata. Mendojnë që jam shumë lartë me pjacën edhe nuk mund të më paguajnë. Kështu mendojnë edhe për rolet, që se ka çmimin e madh, ajo s'na vjen role. Domethënë, e kanë këto paragjykimet e veta. Çfarë janë planet për të ardhmen? Planet për të ardhmen sot për nesër, jo. Sot për nesër jeton Ariola? Sot për nesër, po, gjithmonë. Ta kalojmë të sotchmen me dashuri, me sukses, pa probleme, edhe të presim se që sjellën e nesërmja. Planet afatgjata edhe andrallat, ndoshta kur kam qenë pak më naive, ose pak më e paditur se sa jam sot. Krejt për fund, nuk bëm pa e përmend edhe eksperiencën tënde, e cila tashmë ka 3 vite që ka përfunduar, gjithsesi ti vazhdon të jesh e përfolur, ndoshta ndonjëherë edhe pse jo, krahasohesh e ku ta di unë, gjithsesi do doja të ndryshoje diçka nga ajo eksperiencë dhe po flasim për eksperiencën tënde në Big Brother? Do doja të kisha qenë më pak e sinqert, realisht, do doja të kisha qenë më pak e sinqert. Pse? Sepse kam përshtypjen që... E sinqert në cilën pjesë? Ariola, sepse ajo ka qenë... Në të gjitha. Një eksperiencë jotja që ka zgjatur bajegi gjatë. Nëse do rikthehej si lojë, bashkë me pjesëmarrjen time në një reality show, do sillja një karakter tjetër, të cilin publiku e do dhe e përqafon më shumë. Domethënë, një karakter që s'është Ariola. Tani si po ishe këto ndryshimet që kanë ardhur me vitet në vazhdim? Është kthyer gjithçka lojë, nuk kam realitet. Është lojë. Po, është gjithçka lojë. Është gjithçka lojë, është gjithçka lojë me një sfidë të madhe, me objektiva qarta vetëm për finalen dhe për të asgjësuar këtë që është rrugës. Ndërkohë, unë Big Brotherin e kam menduar si një eksperiencë jetësore ti në ato rrethana dhe ku të çon ty ky karakteri jot në këtë lojë. Pastaj kur i bë skemat, edhe një jetë ka skema dhe skenare. Pa e përjashtuar këtë, po në fakt në këtë lojë fitojnë më agresivët. Fitojnë ata... Pse i duan njerëzit agresivët, Ariola? Pse ta merr mendja që i duan më agresivët? Nuk e di, është në llojin tonë që të duam njerëz që janë më egoista, njerëz që nuk na përfillin. Do me thënë, këta njerëz i shohim me adhurim, ndërsa njerëzit që i kemi për tokë, që mundohen të na ndihmojnë, që janë altruist, do me thënë, këta nuk i marrim për... Jo, i marrim për të mirë qenë, se është ai, se po bën... Do me thënë, kur dikush bën diçka për mua, qoftë edhe këtu, po themi dikush që vjen e ma vendos mikrofonin a çuna që janë mbrapa kamerave, duhet i përshëndesesh e t'ju thush dita e mara, t'ju andreqësh njerëzve disponimin me energjinë edhe prezencën tënde, do me thënë, duhet jesh falenderuese, u sa bukur më buzëqeshe, u sa bukur më priti, u sa mirë më priti, se kjo energjia të ngelet. Kurse ne kemi qef ata superiorët, ata që janë si për nesh, ata që tregojnë egoizëm, ata që tregojnë karakter dominues, kemi qef të shohim kështu. Nuk i kemi shumë qef njerëzit që janë të fortë, që kanë ide të qarta, që janë të logjikshëm, që nuk janë manipulues, që nuk janë dredhak. Ne i duam komplet këtë pjesën që na manipulojnë, që na përdorin, që na e dredhojnë, që një tjetër muhabet ta thot përballë, një tjetër e thot mas shpine. Do të thënë, i duam njerëzit me skema. Këta i vlerësojmë, se këta shkojnë në fund. Tani unë nuk dua të ofendoj ata që kanë dalë në finale, por që kanë treguar disa ngjyra të këtyre karaktereve.